Rikthehemi në këtë pjesë të fundit të programit ku të diskutojmë për një figurë që në fakt orët e fundit duket se ka marrë vëmendjen e studiove televizive për praninë e saj në Tiranë në një takim me kryeministrit Rama. Por për te politikës duhet të di pse kush është ambasadorja e SBA-ve në Greqi që ka këtë raport apo ka edhe këtë dashuri thënë këtë lloj forme edhe për Shqipërinë. Kolegja Kozeta Durishta nga SBA na bashkohet për pak momente për të bërë së bashku një profil të ambasadores së SBA-s dhe të besuarës së Trump në Athinë. Faleminderit që jemi ne. Alba, faleminderit nëjsi gjithmonë të jemi ju. Faleminderit për ftesën. Kimberly, duket se tronditi në fakt mediat në Shqipëri me prezencën e saj në një kohë që duket se edhe Donald Trump që i ka besuar Greqinë në misionin e saj diplomatike ka të besuarën. Kush është ajo? Tani Kimberly Guilfoyle në fakt po e nis nga roli i saj aktual, siç e dim, është një diplomate amerikane, është një yll edhe një media personality, pra një personalitet i televizionit amerikan gjithashtu, një ish prokurore e cila ka shërbyer në shtetin e San Francisco dhe një ndër këshilltarët më të besuara, më të rëndësishme, më kryesore të fushatës presidenciale të presidentit Donald Trump për gjatë vitit 2020. Kimberly Guilfoyle është e lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vjen nga dy prindër emigrant, nga nëna portorikane dhe nga babai irlandez. Ajo ka një karrierë në fakt shumë të suksesshme si prokuror në shtetin e San Franciscos, ku ka shërbyer për rreth 8 vite deri në vitin 2004, më pas ajo vendosi të vinte në New York City, ku nisi edhe karrierën e saj të parë televizive si opinioniste dhe analiste çështjeve ligjore në televizionin ABC dhe më pas i është bashkuar kanalit më të madh televiziv siç është Fox News, një ndër 5 prezantueset më kryesore të emisionit të njohur që transmetohet çdo pasdite në Amerikë, The Five. Ajo në fakt nga kjo fashë orari mori dhe korri një sukses të jashtëzakonshëm, shkëlqeu, edhe që nga ai moment amerikanët tashmë e njohin se kush është gjithmonë si figurë televizive. Trump sigurisht që e quan një mike të ngushtë të familjes, jo vetëm për shkak të marrëdhënies që ka pasur me të birin, por edhe sinjalate besnike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj Trump ka thënë për këtë arsye unë vendos ta emëroj si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi, sepse jam shumë i sigurt që ajo do bëj absolutisht një punë të shkëlqyer. Për sa i përket jetës personale, nga viti 2001 deri në vitin 2006, Kimberly Guilfoyle ka qenë martuar me guvernatorin e asaj kohe të San Franciscos, Gavin Newsom, i cili aktualisht është guvernator i shtetit të Kalifornisë, ku për koincidencë nuk e di, ndoshta zgjedhjet e ardhshme flitet shumë në median amerikane që mund të jetë edhe një ndër pretendentet për të kandiduar për postin e presidentit, është i Partisë Demokratike dhe do ishte në fakt shumë interesante. Gjithashtu ka pasur Alba dhe një martesë të dytë nga e cila ka gjithashtu edhe një djalë, është 57 vjeçare dhe së fundmi lidhja e bujshme që tashmë dim botërisht nga viti 2020 deri në vitin 2024 ka qenë e fejuara e djalit të presidentit aktual Donald Trump Jr. Në fakt, pak a shumë, kjo mund të them që është biografia e saj, sepse Alba në 8 vitet e fundit Kimberly Guilfoyle është larguar nga televizioni në vitin 2018, është larguar Fox News dhe nuk ka pasur dalje të tjera publike, përveç faktit që ka qenë e fejuara e djalit të presidentit dhe rolit të saj, aktivizmit të saj si mbështetëse e flakët e Donald Trump në Partinë Republikane. Në të vërtetë nuk ka pasur ndonjë rol ose nuk ka bërë ndonjë gjë për të mbajtur mend përveç fjalimit të saj të bujshëm dhe të bukur që bëri në konventën kombëtare të republikanëve në vitin 2020. Kozeta, kjo është, më themi, misioni i parë apo besimi i parë diplomatik që ka duke shërbyer jashtë vendit ku përfaqëson SBA-n, apo më parë para se të bëjë diplomate edhe kur ka qenë e angazhuar për çështjet ligjore, jo vetëm në televizion, por edhe tek tek republikanët, më saktë, ka patur rol politik dhe pastaj është besuar misioni diplomatik?